Mirëdita nderuar koleg, hapim mbledhjen e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën sot 9 shkurt. Sipas kalendarit të miratuar së bashku, kemi një seancë dëgjimore me përfaqësues Akademisë së Shkencave për fjalorin e madh të gjuhës shqipe në lidhje me shqetësimet publike për përmbajtjen e tij. Ne kemi kërkuar një material në lidhje me mënyrën si është organizuar puna, për artimin e fjalorit, kush kanë qenë grupet e punës, metodologjia, konsultimet që janë bërë me ekspertët dhe me komunitetin e gjuhëtarëve. Kemi pasur një komunikim me email nëpërmjet koordinatores së komisionit me përfaqësuesit zyrtar të akademisë, që me datën 4 shkurt. Ndërkohë, sot ata duhet të ishin paraqititur dhe duhet të kishin sjellur paraprakisht një material. Nuk ka ndodhur asnjë rast tjetër. Duhet të sqaroj që Akademia e Shkencave raporton, ka detyrim për të raportuar në Kuvendin e Shqipërisë, merr buxhetin nga Kuvendi i Shqipërisë, paraqet kërkesat e veta financiare nga buxheti i Shqipërisë, janë dhënë miliona euro për 3 projekte të fjalorit, enciklopedisë dhe historisë Shqipërisë, dhe është e papranueshme që Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni i Kulturës e kërkon në digjes me vendimarrje unanime të gjithë anëtarëve të tyre, dhe Akademia e Shkencave nuk sen as përgjigje, nuk sjell as material dhe nuk paraqitet në komision në ditën e caktuar nga ne. Ky është një rast në fakt i paprecedent, nuk ka ndodhur ndonjëherë, gjithmonë minimalisht kur nuk kanë ardhur, janë përpjekur të gjejnë një arsye ose dhe të sajojnë një arsye pse nuk janë, dhe kjo gjë është realisht një rast për cilën mendoj që ne si kuvend duhet që të marrim masat e duhura. Fillimisht unë kërkoj që ne si kuvend t'i japim një mundësi tjetër, duke i çuar një kërkesë ultimative për të marrë pjesë në datën që do ta caktojmë ne në shtyrjen e radhës, dhe më pas ne kemi marrë masa sipas rasteve, kemi marrë masa të cilat shkojnë në proporcion me detyrat që ka kuvendi, dhe sigurisht që këto masa do të kërkohen edhe në rastin e Akademisë së Shkencave, që lidhen edhe me veprimtarinë e tyre buxhetore, edhe me veprimtarinë e tyre si një institucion i cili ka në dorë kulturën kombëtare, ka në dorë pjesë të elementeve të edukimit, por edhe të shkencës në Shqipëri. Është e papranueshme që ta kuptojnë që ne nga kuvendi mund të marrim vetëm parat, po s'do t'japim llogari. Sepse kuvendi është këtu për të shërbyer interesit publik. Në rast se shikoni fjalorin, kemi një fjalor të gjuhës shqipe me 105.000 fjalë, dhe ne nuk do të marrim 105.000 fjalë të kontrollojmë një për një, a i ka bërë sakt Akademia e Shkencave. Ne kemi publikisht rreth 30-40 raste të sjella nga studius të ndryshëm të shkencave politike, studius të gjuhësisë, të studius të fakt të kulturës, të cilët kanë sjell raste që janë për të vënë duart në kokë. Për shembull, unë i kam sjellë disa shembuj dhe kolegëve në komision. Ti shikon që fjala abandonoi cilësohet si fjalë shqipe, ndërkohë që ne kemi fjalën shqipe braktis, futen fjalë të gjuhës shqipe fjala puntat, e cila është i fjalë italisht, dhe ne kemi fjalën tonë shqipe pjesë, ke gjykime me konotacione negative për sa i përket fjalës vajzë, e cila lidhet me elemente pejorative, përkeqësuese në mënyrën se si e shpjegojnë. Kemi fjalën djalë që e shpjegojnë me superlativa si trim të fortë, unë s'du t'i përdor fjalët që përdorin për fjalën vajzë. Kemi elementet fetare të cilat janë shpjeguar më së keq ashtë zi, dhe do duhet të ishin konsultuar edhe me komunitetet fetare, kur duhet të interpretojnë dhe të shkruajnë pjesë të
fjalorit I cili vjen edhe nga fet, shikoni atje fjalën pashk, thot celebrimi I lindjes, vdekjes dhe ringjalljes. Tani unë nuk di të celebrojmë neve këto, të celebrojmë vdekjen apo elemente të tjera, por është fjalori I gjuhës shqipe është të vësh duart në kokë. Fjalën agjërim për shembull e kanë lidhur vetëm me fen islame, ndërkohë që agjërimi nuk është vetëm I lidhur me fen islame. Pra ka elemente të tilla që unë I mora si shembuj të vegjël sporadik, sepse unë kam një listë të tërë dhe ndaj u bë shqetësim, sepse nuk ishte një rast, ishin disa raste, të cilat ne nuk po I bëjmë fjalor për akademinë, da përdori akademia për shefin e vet. Ne po bëjmë fjalor për shoqërinë shqiptare, të lëm trashëgim brezave. Dhe nuk po bëjmë një diskutim këtu fare politik, se nuk ka, është vetëm gjë që s'ka asnjë lidhje, por nuk mund të jetë një institucion ta besoj veten që mund të marrë para nga shteti shqiptar, që mund të bëjë çfarë të dojë me fjalorin e gjuhës shqipe që nuk bëhet për ditë dhe nuk është një botim që e bëre këtë vit gabime do ta bësh vitin tjetër mirë, që është themeli, guri themelit për identitetin kombëtar edhe për formësimin e kulturës kombëtare dhe mos vija as të japi shpjegime. Pse? Sepse e din që e kanë qelbur. Se nuk posajojnë dot materiale për të justifikuar ato miliona që kanë marrë nga kuvëndi. Se nuk din dot të thonë grupet e punës. Kush kanë qenë? Se ata që ju kanë vënë emrat nuk din gjë. Sepse nuk din të justifikojnë skedat që janë bërë për fjalorin e gjuhës shqipe. Dhe kjo është vërtet e papranueshme dhe ne nuk do ta tolerojmë. Dhe unë sot këtu e shfrytëzoj rastin, duke qenë se është edhe mbledhje publike, për thënë që ne nuk e tolerojmë dhe ne do të marrim çdo mas duke vënë në lëvizje edhe qeverinë nëse është e domosdoshme, Ministrinë e Arsimit, për të bllokuar më pas fondet për Akademinë e Shkencave në momentin që ne sot jemi përballë faktit që ata marrin fonde, bëjnë një paçavuri dhe nuk japin as llogari. Dhe kjo është e tmerrshme për atë që japim edhe si mesazh për njerëzit që na ndjekin, për qytetarët që na kanë besuar paratë e tyre që ne do duhet t'i ndajmë e do duhet t'i monitorojmë në këto institucione edhe të pavarura. Zoti nën kryetar. Faleminderit zënë kryetare. Për sa I përket pjesës parë të diskutimit tuaj, jemi dakord që t'i dërgojmë një njoftim të dytë, në këtë rast Akademisë Shkencave, për të ardhur në komision dhe për të diskutuar bashkërisht mbi fjalorin e madh gjuhës shqipe në lidhje me ato shqetësime publike që mund të ketë në përmbajtjen e tij, patjetër. Nuk dua të hyj në çështje të tjera teknike, as për më tepër për faktin se paktën nga anëtarët e grupit ton këtu askush nuk është as akademik, as gjuhëtar, e kemi një shkrimtar, po gjuhëtar jo, dhe mendoj që në këtë aspekt absolutisht duhet që të dëgjojmë ekspertët e duhur dhe më pas të shohim se në çfarë situate jemi sigurisht me fjalorin e madh gjuhës shqipe, por nuk dua as të paragjikoje për më tepër pastaj të bëj deklarata të tjera në lidhje me punën e Akademisë Shkencave, për cilën mendoj që aktualisht nuk mund të jap asnjë mendim negativ, përkundrazi kanë gjithë respektin tim për sa I përket punës tyre, pa dashur të veçoj apo të përgjigjsoj, por si Akademia e Shkencave mendoj që është pjesë shumë e rëndësishme e Shqipërisë. Prandaj unë mendoj që aktualisht ajo që ne mund të bëjmë është që ta kërkojmë edhe një herë përfaqësuesin e Akademisë Shkencave të vi këtu, në mënyrë që diskutojmë për atë që folëm. Faleminderit. Po, faleminderit, më vjen mirë që bashkohemi në këtë pjesë, sepse thash edhe në fillim që është një moment I rëndësishëm. Dita. Akademia ka vendosur që mund t'i marrë paratë e shqiptarëve dhe mund të bëjë paçavurin që do vetë. Në këtë aspekt thash, neve do të komunikojmë dhe një herë zyrtarisht në mënyrë të tillë që t'i kemi
të gjitha zyrtarët dhe më pas patjetër komisioni do të ndërmarrë gjitha hapat e nevojshme që ka mundësi për të bllokuar këtë situatë e cila vërtet është e paprecedent, sepse e thash që në fillim bëhet fjalë për një element thelbësor të kulturës kombëtare, të identitetit kombëtar, dhe ne nuk mund ta lëm atje në një, nuk dua të përdor unë ndonjë fjalë përkeqësuese, por në një grup, s'po them tuf, në një grup njerëzish që nuk japin llogari para kuvendit të Shqipërisë, që i jep buxhetin dhe nuk japin llogari as para opinionit publik se kush ka qenë metodologjia, grupet, skedat, se si kemi prodhuar këtë fjalor i cili sot nuk reflekton as kuptimin e fjalëve, as kuptimin kulturor të tyre, as historik të tyre dhe as nuk shërben si një pasuri kombëtare për t'i shërbyer brezave të tashëm edhe brezave të ardhshëm. Duke qenë se biem dakord në këtë pjesë, do desha të ndaj një shqetësim tjetër me ju, që është shqetësimi themelor në fakt që ka ky kuvend sot, sepse kuvendi është kthyer në mënyrë të vetëdijshme dhe me urdhër politik në një kundërshtues së drejtësisë në vend, është kthyer në një mburoj politike e antarëve të qeverisë për mos t'u hetuar, për mos t'u arrestuar, përkundrejt asaj që kërkon drejtësia. Kjo ka lidhje me funksionimin e kuvendit. Një kuvend nuk mund të funksionojë në mënyrë normale kur bllokon procese të cilat janë procese ligjore të këtij kuvendi. Keni shumë të drejtë, zoti Kurti, e thash në mbledhjen e kaluar, do ta them në çdo mbledhje, për aq kohë sa ju keni bllokuar me vetdije të plot Këshillin e mandateve për imunitetin e zëvendës kryeministres. Ju thatë do të presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e pezulloi zëvendës kryeministren dhe ministren sot, e cila nuk është në detyrë, dhe ju vazhdoni të mos e keni në asnjë rendite dhe të mos e keni të përfshirë në kuvend mbledhjen e Këshillit të mandateve. Unë ja u them me bindje të plotë që si deputet duhet të shqetësoheni për respektimin e kushtetutës. Do duhet të shqetësoheni kur kuvendi shërben si një licencë për të bërë korrupsion, si një licencë për të abuzuar me fondet publike. Duhet të shqetësoheni kur kuvendi nuk respekton rregulloren e vet, sepse sot nuk e respekton për një element dhe nesër kthehet si noter i qeverisë, siç në fakt është kthyer si noter i qeverisë. Ju e keni të pamundur të merrni një vendim sepse prisni çfarë do të jetë urdhri i qeverisë, çfarë do të jetë urdhri i kryeministrit, ndërkohë që Këshilli i mandateve do duhet të ishte mbledhur sot dhe do duhet të kishte shërtuar sot imunitetin e zëvendës kryeministre, sepse ka kërkuar ajo drejtësia për cilën ju jeni përbetuar që nuk do ta ndaloni, për cilën ju jeni përbetuar që çdo imunitet që do të vinte, tha ish kryetari i grupit tuaj Blendi Çuçi, çdo imunitet tha që do të kërkohet në kuvend, do të ketë miratimin e padiskutueshëm të Partisë Socialiste. Ndoshta ka qenë problem fjalori, nuk e ka ditë fjalën miratim i padiskutueshëm i Partisë Socialiste, kur vinte radha tek Belinda Balluku apo tek Edi Rama, sepse janë të dy të lidhur me një litar të pashmangshëm dhe efekti domino e dini shumë mirë se si është, dhe kur bie Belinda, bie edhe Edi, dhe ndaj ju po bëni gjithçka që ta mbroni. Ka lidhje sepse ju jeni përfaqësues të majorancës, nën kryetari i komisionit është nën kryetari i grupit të Partisë Socialiste, jeni njerëz që duhet kur bëni atë mbledhjen, që bëni mbledhjen me kryeministrin, kur bëni mbledhjen me kryeministrin atje, thojeni kryeministrit që duhet zbatuar rregulloria e kuvendit. Mos rini atje të dëgjoni se çfarë ju thot kryeministri juve, por thojeni le juve që rregulloria e kuvendit thot që Këshilli i mandateve do duhet mbledhur kur e kërkojnë antarët e opozitës, do duhet të mbledhur kur e kërkojnë 5 antarë të opozitës,
Dhe Këshilli i Mandateve nuk mund bëhet si pengesë për të mbajtur dhe për të tërhequr zvar një çështje drejtësisë ku sot inkriminohen prova, ku sot inkriminohen dosje, ku sot intimidohen dëshmimtar, vetëm e vetëm për të mbrojtur politikisht një antar tuaj në qeverisë, se e dini shumë mirë që është fundi i majorancës për lidhjen e pashmangshme që kanë me njëri tjetrin. Kështu që në këtë aspekt do t'ju ftoja si koleg, zoti nënkryetar, do t'ju ftoja që të mbani qëndrimin tuaj atje në grupin e Partisë Socialiste dhe të kërkoni që sot të mblidhet Këshilli i Mandateve. Siç vendosim unë edhe ti që për rendin e ditës të vendosim mbledhje sot të radhës, pavarësisht se nuk e kishim vendosur, themi të mblidhemi sepse duhet të respektojmë rregulloren, të bëjmë një mbledhje të dytë për të shërtuar ligjet në interes qytetarëve, kështu dhe ju të diskutoni dhe të mblidhet sot Këshilli i Mandateve, të mblidhet për një orë Këshilli i Mandateve, të marri kohën e vet për ta çuar kërkesën seancë plenare dhe të njëjtën të vim dhe të votojmë heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe t'i hapni rrugë drejtësisë, atë drejtësi që ju e keni penguar, atë drejtësi që ju po e kundërshtoni, atë drejtësi që jeni vënë përballë sa herë që bini në kthetrat e dosjeve që janë bërë mullar tashmë në dyert edhe në zyrat e Spakut. Fjala për ju, zoti nënkryetar. Faleminderit zënë kryetare, harruat të përmendi atë drejtësi që ne e ndihmuam që të arrijë të jetë e pavarur si asnjëherë më parë, harruat thoni atë drejtësi tek e cila ne nuk prekim asnjë funksion apo pjesë pavarësisë saj, dhe harruat thoni atë drejtësi që me gjithë vështirësitë që ka sot, patjetër ato suksese që i ka pikërisht sepse ka patur mbështetjen e kësaj mazhorance, gjithsesi ju jeni në drejtën tuaj për të bërë politik edhe në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, edhe pse kjo nuk është në rendin e ditës, por më lejoni t'ju them se un kam gjithë besimin se antarët e nderuar të Këshillit Mandateve, tek i cili asnjëri këtu nuk bën pjesë, do të dinë vetë se kur dhe si do të veprojnë për sa i përket kësaj çështje, por të jeni sigurt për një gjë, që asnjëherë kjo mazhorancë nuk do të prek pavarësinë e drejtësisë, por ju e dini shumë mirë që në këtë Republikë Parlamentare ka 3 pushtete pavarura dhe nuk është se ka një të pavarur dhe 2 tjerë autonom, pushteti legjislativ, njëkohësisht është absolutisht i pavarur dhe nuk mund të cënohet. Prandaj të jeni të sigurt që çdo vendimarrje që kjo mazhorancë do të marrë, jo vetëm për këtë çështje, por për gjithçka tjetër, do jetë vetëm për të forcuar një drejtësi të pavarur dhe njëkohësisht do jetë në interes të atyre qytetarëve që i kanë dhënë kësaj mazhorance 83 mandate. Kjo thjesht për korrektesë dhe për të mbajtur një pozicion, por edhe një herë ju lutem, në këtë komision kemi një rendite dhe për sa i përket çështjeve të tjera, të komisioneve të tjera, t'ja u lëm atyre se nuk do dinë se çfarë thon ata, po i tham ne të gjitha. Faleminderit. Po, zoti Gjekmarë ka fjala për ju. Zoti Malaj, vetëm një ndërhyrje kisha. Ky kuvend nuk mundet të funksionojë si ndarë në pjesë. Kuvendi është një dhe kuvendi ban një qëndrim. Ja u thash, ja u them gjithmonë. Në momentin që në sallën gjitur bie flak, ne nuk do të rrim këtu, të vazhdojmë normalisht. Ka rënë flaka në Këshillin e Mandateve dhe është djegur kushtetuta e Republikës Shqipërisë, është djegur rregulloria dhe ne nuk mund të bëjmë këtu një mbledhje normale sikur është djegur rregulloria sepse nuk është lejuar mbledhja kur e kërkojnë 5 antarë. E kërkon rregulloria këtë? Po. A është djegur? Po. A u bë një vendim nga Niko Peleshi për mbledhje me datë 28 janar? A u dogj me një SMS? Ku e ka rregulloria këtë që një vendim hiqet me një SMS? E dogjet pra. Dhe kur digjet atje rregulloria dhe kushtetuta, ne këtu nuk mund të bëjmë sikur jemi në një mbledhje normale. Zoti Gjekmarë ka ndjes. Faleminderit, zonja kryetare. Pata fatin të dëgjoj 2 diskutimet, kryetarës dhe nën kryetarit. Më kujtohet ajo thënia e Skilit që e vërteta është vetëm një, po shkon tek ai që di ta mbrojë më mirë atë.
duhet jemi anshëm, duhet të them që zonja Zhupa kishte drejt në mbrojtjen e së drejtës institucionale. Edhe kujtohet përsëri është shprehja që historia është mësuese e jetës. Është vërtet që ju keni patur si mazhorancë një ligjërim disa vjeçar për reformën drejtësi, madje me tepri do të thoja. Dhe shpeshherë opozita është gjendur në rolin e kritizerit në reformës në drejtësi, por ndryshimi është thelbësor, sepse opozita ka vetëm fjalën dhe asnjë fuqi penguese ndaj drejtësisë. Unë mendoj që në një vend demokratik është normale ti është kritik edhe ndaj gjykatave, edhe ndaj vendimeve të drejtësisë, por jo ti pengosh ato. Në këtë kontekst, opozita i ka respektuar gjithmonë vendimet që drejtësia i ka marrë, qoftë duke mos qenë dakord. Ndryshimi në këtë rast është që ju keni forcën e kartonit dhe rrëzoni gjithë ligjërimin që keni patur për reformën drejtësi gjithë këto vite. Me gjas, keni menduar që reforma duke qenë e stimuluar nga shumë segment me lidhje sentimentale me këtë mazhorancë, do të mbahej nën kontroll dhe do t'ju shërbente për të goditur opozitën. Edhe për të goditur disa element që nuk e shqetësojnë mirëfilli pushtetin që vjen nga radhët e mazhorancës. Kur vjen në pikën e vlimit që kjo del jashtë kontrollit dhe institucionet marrin forcë dhe guxim për të vepruar, siç është rasti konkret i zëvendës kryeministrës, ju e bllokoni me fuqinë e 83 numrave as të diskutueshëm që ju keni në parlament. Kjo është rënje institucioneve, kjo është marrje pengë drejtësisë dhe pavarësisht ne jemi Komision Kulture apo Fiskulture, është një shqetësim për secilin që është përfaqësues dhe i mandatuar nga populli për të diskutuar për këtë, sepse shtetin e mbajnë në këmbë jo ndërtesat, por rregullat, ligjet e miratuar, të shkruar për të zbatuar. Për sa i përket rëndit të ditës, shoh me çudi që Akademia, e cila me gjithse reformat dhe pseudo-reformat që ndërmarrën 35 vite, nuk e ka hequr kur nga supet mantelin ideologjik dhe sovjetik të krijimit të saj, nuk begenis Parlamentin e Shqipërisë e Komisionin e Kulturës. Roli i saj është vërtet për të vënë në diskutim. E di që nuk do ta vënë diskutim, do ta mbajnë si një skelet. Koha është që ato fondet pafundme që harxhohen për qoka dhe pas një produkt, pas një ndikim kombëtar dhe pas një ndikim ndërkombëtar të kësaj akademie për çështjet e albanologjisë të Shqipërisë, ju shpërndaheshin fakulteteve dhe qendrave kërkimore në vend të cilat mund bënin një punë më cilësore. Faleminderit. Faleminderit shumë ndërsa zot Gjekmarka, edhe në pozicionin tuaj në fakt si në kryetari kuvendit të Shqipërisë, patjetër që do të ishte në shqetësim mënyra se si funksionon dhe se si sillet kuvendi në raport me veten e tij, në raport me të tretët, por megjithatë në raport me kushtetutën dhe me rregulloren e kuvendit. Dhe për aq kohë sa ne këtu bashk na bën dhe na mban vetëm kushtetuta dhe rregulloria, se ndryshe nuk mund të bashkëjetonim, po mos kishim një bazë të përbashkët, atë ne duhet kërkojmë ta respektojmë. Dhe duhet kërkoni dhe ju të respektohet për aq kohë sa është e vetmja gjë që na mban gjithë dhe bashkë këtu. Mua vjen keq që ka një mospërputhje të thellë midis ligjërimit të, po them, të para Belindës me veprimet pas gjyqit apo pas marrjes pa nderë të zëvendës kryeministre. Këto nuk përputhen, deri para se të ishte zëvendës kryeministre, ju ishit me një ligjërim pro drejtësisë, të jepnit imunitetin e kujdo, keni zëvendës kryeministra në arati, keni të arrestuar ministra, burgjet më shumë kanë antarë të qeverisë se kanë kriminal të llojeve të tjera. Në momentin që u prek vija e kuqe, që është Edi Rama në fakt, edhe nuk është Belinda Balluku, atëherë juve nxorët fytyrën tuaj të vërtet, antidrejtësi, bllokuese të drejtësisë,
bllokuese të imuniteteve, sepse vija e kuqe për ju është kryeministri, vija e kuqe është Edi Rama. Dhe ne nuk do ta lejojmë që të qëndrojë si vije e kuqe, dhe ndaj kemi thirrur dhe qytetarët në protest nesër, në datën 10, në orën 5, për të protestuar për kapjen që ju keni bërë dhe për bllokimin që ju keni bërë shtetit shqiptar. Dhe uroj që disa nga deputetët tuaj të reflektojnë edhe të kërkojnë zbatimin e rregullores edhe të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë në këtë kuvend. Për sa i përket rregullores dhe Kushtetutës, keni vendosur që të fusni në rend ditën e njëjtë projektligjin tim për trashëgiminë kulturore. Në fakt, në një situatë normale nuk do të pranoja që të bënim mbledhje, por duke qenë se projektligji legjislaturën e kaluar ngeli në zyrtaret e kuvendit nja 3 vjet dhe nuk u shqyrtua. Këtë legjislaturë ka nja 6 muaj dhe njëherë që ju vendosni ta fusni në seancë plenare nuk mund të mos e marrë mundësinë për ta prezantuar, dhe pse e di shumë mirë qasjen tuaj që nuk do të jetë një qasje e asaj që ju realisht besoni, se po ta besonit ju atë do t'ja uquaja si qëndrim të drejtë, po do të jetë një qasje mbi atë që ju ka urdhëruar partia për të votuar kundër. Megjithatë, unë në mbledhjen e dytë do ta bëj prezantimin, do bëjmë dhe diskutimin. Nuk e di, zoti sekretar, kush do të jetë relatori nga ana juaj, sepse nuk më është thënë akoma. Kush do të jetë zoti kolegu Ramion Kurti për. Okej. Atëherë ne do të mbyllim këtë mbledhje dhe do të ftojmë një mbledhje të dytë. Po, patjetër. Patjetër, jo, nuk e mbylla, thash do ta mbyllim është e ardhmja. Do ta mbyllim këtë mbledhje dhe mbasi ta mbyllim këtë mbledhje do të kemi një mbledhje të dytë në orën 1 për projektligjin për trashëgiminë kulturore 27-2018 dhe muzet, propozimi imi ku kemi tashmë relator zotin Ramion Kurti. Zoti Pashaj, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Jam shumë dakord kushtetuta të gjitha, por unë vazhdoj të them që ne të dy kemi një largesë midis me dhe ju vetëm në një pikë që është parlamentarizmi dhe politika. Unë vazhdoj të ngul në mendjen tim në veprimtarinë time që duhet jemi parlamentari mirë dhe unë sot kam një dyshim që jam dakord, duhet përdorim kartonat siç duhet, duhet jemi për sa i përket kuvendit, duhet funksionojë gjitha, por unë kam një pikpyetje të madhe. A është cënuar veprimtaria parlamentare e imja në qoftë se unë nuk do ta sqaroj mirë pezullimin e një zëvendës kryeministre e një ministre, dhe për mu, për sa i përket parlamentarizmit, kjo gjë është shumë e rëndësishme. Dhe kjo, për momentin, është gjëja më kryesore, sepse unë nuk mund të rri qetë si një parlamentar i këtij vendi në momentin që unë shoh kemi mbi vendosje të pushteteve të pavarura. Prandaj dhe juve duhet ishte mirë të bëshin një reflektim mbi këtë gjë. Dhe pasaj le të hyjmë punës sipas kuvendit, sipas gjithave, dhe kjo nuk është thjesht të mbrojmë një emër, por unë prapë them të mbrojmë Kushtetutën e Shqipërisë. Dhe Kushtetuta e Shqipërisë në këtë rast flet shumë qartë. Nuk mund të ketë mbi vendosje pushtetesh. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Pashaj, 2 momente ndaj dhe nuk ndaj me ju. Së pari nuk ndaj me ju këndvështrimin që keni që parlamenti do duhet të merret me pezullimin e një ministre. Parlamenti nuk e ka fare këtë çështje. As Këshilli i Mandateve nuk e ka këtë çështje. Kjo është një çështje që ne mund ta gjykojmë secili si njerëz jo vetëm politik, por edhe si njerëz parlamentar, patjetër, por nuk është çështja që i shtrohet kuvendit. Çështja që i shtrohet kuvendit është imuniteti i një deputete. Dhe janë 2 çështje krejt të ndryshme. Unë ndaj ju kam thënë dhe këtu, nuk e kuptoja çfarë pristin nga gjykata kushtetuese. Sepse në lidhje nuk kishin lidhje çështjet me njëra tjetrën.
Ati ishte pezullimi një antari të Këshillit të Ministrave, që në ndonjë rast nuk do të ishte fare as deputet, mund mos ishte fare deputet, dhe këtu ishte imuniteti i një deputete. Ishin dy çështje paralele, por nuk kishin pikprerje me njëri tjetrin. Pikprerjet ja u vendosët ju. Dhe këtë nuk e kuptoj akoma. Ajo që ndaj me ju në fakt, është qëndrimi që Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë me këto 4-4 është bërë një gjykatë që vetëm gjykim nuk jep. Sepse ti je gjykata e Republikës Shqipërisë dhe unë vetë e kam vuajtur në kurriz se kam 3 vendime të Gjykatës Kushtetuese ku kanë ngel në fuqi ligjet tuaja antikushtetuese vetëm sepse anta janë ndarë 4-4. Janë ndarë 4-4 në çështjen e Akademisë Shkencave dhe sot kemi Skënder Gjinushin kryetar të Akademisë vetëm se u ndan ata 4-4. Janë ndarë 4-4 në ligjin e zonave të mbrojtura vetëm sepse nuk donin të mbanin qëndrim se ashtu janë. U ndan 4-4 dhe sot kemi kanë të drejtën të ndërtojnë në çdo zonë të mbrojtur pasi teklif duke lënë Shqipërinë pasi zonë të mbrojtur. Janë ndarë 4-4 në projekt ligji në VKM-n kundra pagesës së kategorisë që i hoqën mësuesve 50.000 lekëshin, u ndan 4-4 dhe unë sot jam e detyruar të cil një projekt ligj. Po këto 4-4 atëherë ju interesonin juve. Ju interesonin 4-4 sepse linin në fuqi gjithë ligjet e qeverisë dhe VKM-t e qeverisë. Se duke mos marrë vendim ata arrin fuqi vendimi që është. Kur vjen 4-4 tani që lënë në fuqi vendimin e Spakut, normalisht që nuk ju pëlqen. Po dhe ngërçi që është krijuar në Gjykatën Kushtetuese, që është me 8 antar ndërkohë që duhet ishte me 9 antar, nuk e solli Perëndia. Ky kuvend e solli. Që nuk ecën përpara në vakanca, që nuk i kërkon dhe institucioneve KED-s e me radhë që të eci përpara në vakanca. Nuk është parë ndonjëherë që gjykata të kalojnë në këto vendime. Megjithatë, vendimi 4-4 është një vendim i Gjykatës Kushtetuese që lën në fuqi pezullimin e një antari të Këshillit të Ministrave. Por kjo përsëri u kam thënë dhe u them, nuk lidhet me detyrën e kuvendit për imunitetin e një deputeti. Unë jam e bindur që imuniteti i deputetit do duhet ishte dorëzuar si po ta pezullonte, si mos ta pezullonte Gjykata Kushtetuese një antar të Këshillit të Ministrave, sepse ne si kuvend kemi marrë përgjegjësinë që kur ka dosje, fakte, prova të sjella nga organi i drejtësisë, ne të mos e pengojmë drejtësinë. Kjo ishte rruga që do ndanin ne. Unë se kuptova dhe nuk vazhdoj mos e kuptoj çfarë prisnit ju nga Gjykata Kushtetuese. Kur sot më shumë keni një konfirmim, nuk ka asnjë arsye që ju ta vononi. Dhe ndaj unë e diskutoj. Nuk e diskutoj për të bërë këtu politikën që e bëj shumë mirë në seli, e bëj shumë mirë në protest. E diskutoj sepse shqetësimi për bashkët kushtetuta, është shqetësimi për bashkët dhe kjo vendimarrje. Thash, unë e kam pësuar në kurriz, solla 3 herë. Dhe ka fituar qeveria dhe s'ka thënë ndonjëherë qeveria në ato raste që e po ne do t'i anullojmë këto ligje, do marrim ca vendime të tjera që Gjykata Kushtetuese t'i rishqyrtoj këto çështje. Ka thënë, po, ka marrë vendim Gjykata Kushtetuese, jemi në rregull. Kjo është historia. Të lutem. Prapë unë them, pse unë jam i preokupuar si parlamentar? Sepse ne kemi dhe përveç asaj që ju thoni zonja kryetare me gjithë respekt, që ne jemi një organ ligjvënës, po harrojmë atë që ju sa po e thatë dhe sa e pranuat vetë, përveç se jemi një organ ligjvënës, parlamenti është dhe mbikëqyrës dhe është llogaridhënës. Po momenti derisa unë shoh që veprimtaria e një pushteti ndërhyn në veprimtarinë e një pushteti tjetër, po ka ndërhyr pra një pushteti i pavarur, ka ndërhyr një pushteti i pavarur, gjykatë. Kush ka ndërhyr? Pushteti i drejtësisë ka ndërhyr në pushtetin administrativ. Ti thua që nuk mund të pezullohet, vazhdon me këtë tezën ti. Po sepse unë edhe herë tjetër po ju them. Po nuk e vendosim ne atë. Unë ta mandoj mendimin tim, vazhdoj. Unë kam shumë durim të dëgjoj. Edhe ju pak fare, se unë nuk zgjatem shumë.
Ja them dhe njerë, është për mu shumë e rëndësishme mos mbi vendosja e pushteteve. Pushtetet të jenë të pavarura dhe unë jam i preokupuar për sa i përket si parlamentar që nuk lejem të kem veprimtarim time mbi qyrse dhe llogarin dhënëse. Pastaj le të vinë gjithë të tjera. Ju falemnderit. Faleminderit edhe për ta mbyllur shkurtimisht edhe për shkak të edhe për shkak patjetër, edhe për shkak të mbledhjes së grupit miqtë e fëmijëve, dua të them vetëm diçka zoti Pashaj. Nuk ka asnjë ndërhyrje mes pushteteve. Themeli i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është në enin 18. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Të gjithë jemi të barabartë para ligjit dhe kjo barazi është edhe para drejtësisë. Nuk mundet ne të shërbejmë si mburoj politike e njërit apo tjetrit vetëm sepse kanë pushtet politik. Këtë doni të bëni. Këtë nuk ja u lejon Kushtetuta që të bllokoni drejtësinë dhe të bëni mburoj për drejtësinë. Po, zonja Çakëri dhe më pas zoti Kuma. Faleminderit për fjalën. Ju dëgjova me vëmendje në fakt edhe debatet që ju bët. Cituat që Edi Rama është vija e kuqe, por në fakt për gjithë shqiptarët, për ato 83 mandate, Edi Rama është vija e gjelbërt për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe ju këtë përgjigje e keni marrë fare qartë. Dhe të trajtoni këtë mbledhje për të bërë thirrje për protestën është shumë paradoksale nga ana juaj. Dhe një gjë tjetër, jeni ju që i bëni presion drejtësisë. Vetëm ju po flisni këtu për drejtësinë. Ju kërkoni të bëni presion në mënyrë të vazhdueshme se si duhet të operoj. Lini ata të bëjnë punën e tyre, e dinë më mirë se ju, janë kompetent të fushës dhe lërini të bëjnë punën. Pastaj, po doni juve të kthemi pas në kohë, unë nuk dua të vazhdoj dhe të prek atë pjesën e Sali Berishës dhe thirrjet që bënte Sali Berisha për dhunë, për të mbajtur pushtetin me dhunë. Ju jeni kampion të kësaj gjëje. Mos i kthehemi. Faleminderit zonja Çakëri, bëre mirë që nuk u ktheve në fakt se po t'i ktheheshe do të thoshin përsëris sa mirë që i mban mend nga 5 vjeç protestat e 97-s, kështu që bëre mirë që s'u ktheve zotit Berisha. Për sa i përket të zotit Rama, në fakt zoti Rama mund të jetë ose vija e kuqe ose vija e bardhë. Nuk besoj se ka mundësi që të jetë vija e gjelbërt e Shqipërisë, dhe pse kanë tentuar në fakt që të jenë vija e gjelbërt e narkotrafikut, duke kthyer Shqipërinë në Kolumbinë e Europës, sipas mediave ndërkombëtare. Për këtë mund të kesh një farë të drejtë, por deri këtu dhe jo më tutje. Për sa i përket presioneve drejtësisë, ne s'kemi as mundësinë që të bëjmë presion drejtësisë. Mundësinë për të bërë presion drejtësisë janë ata që kanë votat, ata që kanë pushtetin, ata që ndryshojnë ligjet, ata që mund të ndalojnë dhënien e imuniteteve. Ne kemi vetëm fjalën e lirë për të kërkuar një drejtësi të pavarur dhe një drejtësi të pakapur. Kaq. Zoti Kume. Faleminderit zonja kryetare për të rikthyer edhe një herë ke puna e komisionit ton. Dua të ritheksoj besoj në dakordsinë e të gjithëve që të mos qenit këtu prezent të dërguarve të Akademisë Shkencave është diçka fare jo normale dhe do ta quaj absurde. Këtu pengohet puna e kuvendit dhe puna e komisioneve si struktura që thrasin për të dhënë përgjigje apo shtrojnë pyetje institucioneve të tjera. Është detyra jonë që ta bëjmë këtë gjë. E dyta një saktësim, sepse fjalët janë ato që bëjnë diferencën dhe e zbardhin, e gjelbërojnë ose e nxjnë një koncept. Partia Socialiste e Shqipërisë nuk jep urdhra. Diskuton çështje, diskuton projekt ligje, vjen në një konkluzion, të cilët janë në frymën socialiste ose nuk janë në frymën socialiste, dhe mbi të cilat gjykohet me vot në komision dhe pastaj në kuvend. Nuk është çështje diktatesh, po është çështje fryme dhe konceptesh politike. Ju faleminderit, kaq kisha. Po zoti Balla, patjetër. Faleminderit zonja kryetare që na dhe mundësi të flasim, se ne ke kthyer komisionin si foltore të Partisë Demokratike, ku flisin nga një orë këtu edhe për çështje që s'kan të bëjnë fare me rendin e ditës. Sa i përket
reformës drejtësi, po, kjo reformë është bërë fal Partisë Socialiste dhe fal majorancës, dhe jeni ju ato që shkoni lideri juaj i opozitës, kryetari i opozitës, që shko çdo ditë hënë para spakut dhe nuk le gjë pa thënë e pa sharë gjithë prokurorët në radhë, dhe sot na dilni këtu edhe bëni sikur mbroni drejtësinë. Unë mendoj që këtu ka pas Partia Socialiste ka pritur vendimin e gjykatës kushtetuese dhe rikthimi i pezullimit ka atë që përmbush është përmbush vetëm spakun, sepse është rikthyer pezullimi. Pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, patjetër që do mblidhet edhe Këshilli i Mandateve, është brenda rregulluar kuvendit që ka një afat prej 3 muaj që të mblidhet, kështu që këtu s'ka asnjë shkelje dhe mos e trumbetoni me të madhe sikur këtu ka ndodhur gjë më. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Janë disa elemente për ta mbyllur të pavërteta. Nuk është e vërtetë që nuk ka shkelje, sepse ka shkelje për aq kohë sa rregulloria e kuvendit kërkon të mblidhet sa herë kërkojnë 5 anëtarë të Këshillit të Mandateve. Kjo është shkelje. Ka shkelje për aq kohë sa thirret me urdhër dhe me vendim të kryeparlamentarit Niko Peleshi me datë 28 janar në orën 1 dhe nuk bëhet me SMS. Kjo është shkelje. Pra unë po ju marr disa elemente qartësisht shkelura. A ka afat 3 muaj? Ka afat për të shqyrtuar, jo për të mos bërë mbledhje. Pra nuk ka afat që 3 muaj mos bësh asgjë. Ka afat që ti kur ke shumë materiale, shumë volum, shumë diskutime, shumë seanca, të diskutosh për këtë. Jo të rish, kemi 2 muaj nuk diskutojmë asgjë dhe pastaj të thonë mbaroi afati. Kë nuk është ky, pra keni kuptuar gabim çështjen e afatit. Është afat për të diskutuar, për të shqyrtuar dhe jo për të lënë në sirtar për 3 muaj. Ky është ndryshimi. Dhe e fundit që dua të them për drejtësinë. Reforma e drejtësisë po është miratuar me 140 vota. Nuk është miratuar me Partinë Socialiste. 140. Ajo që keni bërë ju më pas kanë qenë ca ligje të njëanshme për ta kapur. Dhe a keni realizuar ju segmentet caktuara të drejtësisë, segmentet të spakut, segmentet gjykatës kushtetuese, segmente të gjykatës lartë, të kontrollohen nga Partia Socialiste edhe nëpërmjet të famshmit procesi vettingut. Të keni realizuar ju. Dhe kur dalim ne dhe flasim me fakte dhe prova për gjyqtare me 3 mbiemra, me 17 çështje, këto janë reale se vërtetohen më pas nga dosje. Ne do flasim çdo gjë që është e vërtetë. Ne do flasim për këdo që për këdo, sepse besojmë në lirinë e shprehjes dhe të fjalës. Dhe ato që kemi thënë ne janë vërtetuar të gjitha deri më sot. Fatkeqësisht, edhe ato që dukeshin si skenare, filmash dhe ato u vërtetuan me vera 33.000 euro e me vendosin përgjimesh për veten e tyre ç'të të them se ç'keni bërë. Kështu që në këtë aspekt edhe me ato, në këtë aspekt neve kemi shprehur gjithmonë rezervat kur kemi pas rezerva me fakte dhe prova, por ne kurrë si mi bë pengesë siç bëni ju, sepse pushtetin dhe mënyrën për të bërë pengesë keni vetëm ju dhe po bëheni pengesë për drejtësinë son. Të nderuar kolegë, nëse nuk keni diçka, mbledhjen e deklarojmë të mbyllur, takohemi në orën 1 në këtë sallë. Faleminderit.